Në muajin mars të vitit 1925, kur oficerët italian të policisë hynë në dhomën e vogël të hotelit Tavor në qytetin e Barit, ata gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte. Mbi tavolinën e natës, pranë trupit të pajet të Luigi Gurakuqit, ndodhej një dosje e hollë me dokumente që mbanin vullën e Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë. Brenda saj ishte lista e emrave dhe adresat e sakta të emigrantëve politik në Itali, Austri dhe Jugosllavi. Aty ishte edhe diçka që i ngriu gjakun hetuesve më të përvojshëm, shifra të shkruara me dorë, shuma parash në franga ari, të shënuara pranë çdo emri si çmim i një produkti në trej. Por menjëherë pas datës 2 mars, kur trupi i Gurakuqit u transportua në morg, dosja u zhduk pa lënë gjurmë. Kush e mori atë nga skena e krimit? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinin ato shifra që dikush ishte gati të paguante çdo çmim për t'i zhdukur? Sot, për herë të parë, ne do të ndjekim rrugën e parave që fillojnë nga xhepat e fshatarëve shqiptar dhe përfundojnë në duart e vrasëve. Kjo është historia e një rrjeti të fshehtë që u financua nga vetë shteti, një makineri vdekjeje e ndërtuar me taksat e atyre që jetonin me bukë misri dhe vdisnin nga malaria. Kjo është historia e asaj se si paratë e një kombi të varfër u kthyen në armën më vdekjeprurëse kundër bijve më të ndershëm të atij kombi. Imagjinoni për një çast se jeni një nga 15 njerëzit që dinin gjithçka për Ceno Bej Kryeziun. Çdo llogari bankare të fshehtë, çdo emër në listën e zezë, çdo rrugë të fshehtë nëpër të cilën udhëtonin paratë nga Tirana në Rom, nga Beogradi në Prag. Ju e dini se çdo mbrëmje, kur Ceno Bej mbyllte derën e zyrës së tij në Ministrinë e Brendshme, ai nxirrte nga sirtari një regjistër të vogël me kopertinë lëkure. Aty shënonte emrat e atyre që duheshin hequr qafe dhe shumat që do të paguheshin për secilën kohë. Ju e dini se ky regjistër nuk ishte vetëm një listë vdekjeje, por një dokument kontabël, një bilanc i shtetit ku njeriu llogaritej si shpenzim operacional. Tani imagjinoni se duhet të zgjidhni, të qëndroni besnik ndaj njeriut që ju paguan nga arka e shtetit, apo të flisni dhe të shpëtoni ndërgjegjen tuaj, duke ditur se emri juaj mund të jetë i radhës në atë regjistër. Në muajin janar të vitit 1927, disa nga këta njerëz morën vendimin që ndryshoi historinë e Shqipërisë. Por çfarë i detyroi ata të tradhtojnë njeriun që i kishte bërë të pasur me paratë e popullit? Shërbimi i zbulimit të Ministrisë së Brendshme ruante një dosje me kodin Z37. Ajo ishte aq sekrete sa ekzistonin vetëm 3 kopje të saj. Një në zyrën e Ceno Bej Kryeziut, një në sallën e arkivave të mbrojtura me 2 dyrë hekuri në ndërtesën e ministrisë dhe një në banesën personale të Ahmet Zogull. Brenda kësaj dosjeje gjendej e vërteta për shëndetin e regjimit dhe planet e arratisjes së liderëve të opozitës. Aty ishte edhe diçka që do t'ju bëj të ngrini pyetje për gjithçka që keni menduar se e dini. Ishte lista e plotë e atyre që morën para nga fondi i fshehtë për të kryer vrasje politike. Aty ishin emrat e tyre të vërtetë, pseudonimet që përdornin në korrespondencë dhe shumat e sakta që u transferuan në llogaritë e tyre bankare në Rom dhe Vjenë. Pse këto dosje u dogjën në ditën e 14 të tetorit të vitit 1927, vetëm disa orë pasi Ceno Bej Kryeziu u qellua për vdekje në Prag? Kush dha urdhrin që të digjeshin? Dhe a ishte kjo një përpjekje për të fshehur provat, apo për të mbrojtur emra shumë më të mëdhenj se vetë Ceno Bej? Në një mbrëmje të ftohtë të shkurtit 1925, një fshatar nga Mati hyri në zyrën e vogël të taksave në qendër të Tiranës. Ai mbante në dorë një qese lëkure me monedha, të grumbulluara me djersë gjatë një viti të tërë pune në ara. Ky ishte tatimi i dhis, detyrimi që çdo familje fshatare i detyrohej shtetit. Njeriu nuk dinte të shkruante, por dinte të numëronte, dhe kur zyrtari i tha se duhej të paguante edhe taksën shtesë të kripës, ai nxori nga gjoksi një tjetër grusht monedash, të fshehura aty për raste të tilla. Zyrtari i hodhi paratë në një kuti metalike, ku ato u përzien me qindra monedha të tjera. Ato vinin nga fshatar të tjerë si ai, njerëz që nuk kishin parë kurrë një doktor, që jetonin në shtëpi me çati kashte, që hanin mish vetëm një herë në vit, gjatë Bajramit. Kutia u mbyll, u vulos me dyllin e kuq të Ministrisë së Brendshme dhe u transportua me karrocë deri te ndërtesa qendrore e qeverisë. Atje, paratë u numëruan përsëri, u regjistruan në regjistrat e thesarit dhe një pjesë e tyre, e shënuar si fondi i zbulimit, u transferua në një llogari të veçantë, pa emër, pa justifikim publik. Brenda një jave, ato monedha që kishin erën e dheut të Matit u shkrin, u kthyen në franga ari dhe u vendosën në një zarf të vulosur që udhëtoi me kurier diplomatik drejt Romës.
Në Rom, zarfi u dorëzua në duart e një burri të ri me mustaqe të holla, i cili po priste në hyrjen e pasme të ambasadës shqiptare. Ai nuk dha asnjë firmë marrjeje. Thjesht mori zarfin, e futi në xhepin e brendshëm të xhaketës së tij të shtrenjtë dhe u zhduk në errësirën e rrugëve të barit. Emri i tij ishte Baltion Stambolla. Dhe paratë që ai sapo kishte marrë ishin pagesa paraprake për të vrarë një njeri që kishte qenë si baba i tij. Kjo nuk ishte thjesht një vrasje. Kjo ishte një sistem. Një makineri e ndërtuar me kujdes, ku çdo rrotë lëvizte në sinkronizim të përsosur, fshatari paguante taksën, zyrtari e regjistronte, ministria e transferonte, ambasada e dorëzonte, vrasësi e ekzekutonte. Dhe askush nuk pyeste. Askush nuk guxonte të pyeste, sepse pyetja e parë do të çonte te pyetja e dytë, dhe pyetja e dytë do të çonte te emra që nuk duheshin shqiptuar me z të larë. Por sot, ne do t'i bëjmë ato pyetje. Ne do të ndjekim rrugën e parave nga arka e shtetit deri te dora që shtyu këmbëzën. Ne do të lexojmë letrat që vrasësit i shkruan ministrave, duke u kërkuar të përmbushin premtimet. Ne do të shohim se si një shtet i varfër, ku njerëzit vdisnin nga uria, gjeti para për të paguar avokatët më të shtrenjtë të Italisë që të mbronin një vrasës. Dhe në fund, ne do t'ju lëmë të vendosni, kush ishte kriminali i vërtetë? Njeriu që shtyu këmbëzën, apo njeriu që nënshkroi çekun? Në ditën e 24 të dhjetorit të vitit 1924, kur trupat jugoslave dhe forcat e Ceno-Bej Kryezjut hynë në Tiranë, qyteti ishte i zhytur në heshtje. Qeveria e Fan Nolit kishte rënë. Ministrat, deputetët, intelektualët që kishin ndërruar një Shqipëri moderne, demokratike, të pavarur nga ndikimet e huaja, ishin detyruar të aratiseshin gjatë natës. Disa morën rrugën e detit drejt Italisë, të tjerë kaluan malet drejt Greqisë dhe një grup i vogël, më i rrezikshëm për regjimin e ri, u vendos në Vjenë dhe Prag, ku filluan të organizoheshin për t'u kthyer. Mes tyre ishte Luiz Gurakuqi, ish ministri i financave dhe një nga hartuesit e deklaratës së pavarësisë. Ai kishte refuzuar të pasurohej nga posti i tij dhe tani jetonte në një dhomë të vogël hoteli në Bari, me një pallto të vjetër dhe xhepa të grisur. Por për Ceno-Bej Kryezjun, që sapo ishte emëruar ministër i brendshëm, Gurakuqi nuk ishte thjesht një emigrant politik. Ai ishte një simbol. Simboli i asaj që regjimi i ri duhej të shkatëronte, ndershmëria, pavarësia mendore, besimi se shteti i përket popullit dhe jo njeriut që e kontrollon. Dhe simbolet, siç e dinte mirë Ceno-Bej, nuk luftohen me argumente. Ato eliminohen. Në muajin janar të vitit 1925, Ceno-Bej Kryezju thiri në zyrën e tij 3 burra. Asnjë prej tyre nuk ishte regjistruar në librin e vizitorëve. Asnjë sekretar nuk mori shënime. Takimi zgjati më pak se gjysmë ore, por ajo që u diskutua aty brenda do të ndryshonte fatin e dhjetëra njerëzve. Ceno-Bej nxori nga sirtari një hartë të Evropës, ku me laps të kuq kishte shënuar qytetet ku jetonin emigrantët, Bari, Vjenë, Prag, Beograd, Athinë. Pranë çdo qyteti kishte shkruar emra. Pranë çdo emri kishte shkruar një shifër. Dhe pranë çdo shifre kishte vënë një shenjë, kryq për ata që duheshin vrarë, rreth për ata që duheshin ndjekur, trekëndësh për ata që mund të blieshin. Burrat që ishin në dhomë nuk bën pyetje. Ata e dinin se çfarë priste prej tyre. Njëri prej tyre do të udhëtonte për në Rom, ku do të hapte një zyrë të vogël importi, që në të vërtetë do të shërbente si qendër koordinimi për agjentët në Itali. Tjetri do të shkonte në Vjenë, ku do të regjistrohej si student, por puna e tij e vërtetë do të ishte të infiltrohej në rrethet e emigrantëve dhe të raportonte çdo lëvizje të tyre. I treti do të qëndronte në Tiranë, por do të menaxhonte rrjedhjen e parave. Ai do të merrte parat nga fondi i fshetë, do t'i kthente në valutë të huaj dhe do t'i transferonte nëpërmjet kanaleve diplomatike. Kur takimi mbaroi, Ceno-Bej u tha atyre vetëm një fjali: shteti do t'ju mbrojë, por shteti nuk ju njeh. Kjo do të thotë se nëse diçka shkonte keq, ata do të ishin vetëm. Por nëse gjithçka shkonte sipas planit, ata do të bëheshin njerëzit më të pasur të Shqipërisë, të paguar nga taksat e atyre që nuk dinin as që ekzistonin. Brenda një muaji, rjeti ishte operacional. Në Bari, një agjent me pseudonimin Shqiponja kishte identifikuar lëvizjet e Luiz Gurakuqit. Ai jetonte në hotelin Tavor, dilte çdo mëngjes në orën 8 për të pirë kafe në sheshin kryesor dhe çdo pasdite shkonte në bibliotekën publike, ku shkruante artikuj për gazetat e emigracionit.
Në Vjen, një tjetër agent kishte infiltruar grupin e Hasan Prishtinës dhe raportonte planet e tyre për të organizuar një kryengritje të armatosur në veri të Shqipërisë. Në Prag, një grua e re, e paguar nga fondi i fshetë, ishte afruar me Fan Nolin dhe po përpiqej të mësonte nëse ai kishte kontakte me qeverinë çekoslovake. Çdo raport shkruhej me kod, dërgohej me kurier diplomatik dhe arrinte në tavolinën e CNOB Kryeziut brenda 3 ditësh. Dhe çdo raport shoqërohej me një kërkesë, nevojiten fonde shtesë për operacion. CNOB nuk refuzonte kurrë. Ai thjesht nënshkruante urdhrin e transfertës dhe parat lëviznin. Por nga vinin këto para? Nga i njëjta ark ku fshatari nga mati kishte derdhur monedat e tij. Nga i njëjta ark ku gruaja e varfër nga Gjirokastra kishte paguar taksën e kripës. Nga i njëjta ark ku tregtari i vogël nga Shkodra kishte dhënë pjesën e tij për sigurinë kombëtare. Ironia ishte e tmerrshme, populli po paguante për vdekjen e atyre që luftonin për të drejtat e popullit. Por CNOB Kryeziu nuk ishte thjesht një organizator i ftohtë. Ai ishte një njeri që besonte thellësisht në atë që po bënte. Për të, emigrantët nuk ishin patriot, por tradhtarë që kishin braktisur vendin në momentin më kritik. Ai i shihte ata si pengesa për stabilitetin e regjimit të ri, dhe stabiliteti, sipas tij, ishte çmimi që duhej paguar për të ndërtuar një shtet. Në letrat e tij private drejtuar Ahmet Zogut, ai shkruante me një gjuhë që tregonte bindjen e tij absolute: këta njerëz janë si kanceri. Nëse nuk i heq me rrënjë, ata do të përhapen dhe do të shkatërrojnë gjithçka që kemi ndërtuar. Dhe Zogu, që qëndronte në hije, nuk e ndalonte. Ai e linte CNOB-un të bënte punën e pistë, duke mbajtur duart e veta të pastra, duke u shfaqur si lider i moderuar, si njeri që donte paqe dhe stabilitet. Por në realitet, çdo urdhër vrasje, çdo transfer parash, çdo operacion i fshehtë kishte miratimin e tij të heshtur. Sepse Zogu e dinte një të vërtetë të thjeshtë: pushteti nuk mbahet me fjalë të bukura, por me frikë. Dhe frika më e madhe nuk vjen nga ushtria që sheh, por nga dora që nuk e sheh, nga plumbi që nuk e pret, nga shteti që të vret me paratë e tua. A mund të imagjinoni se si ndihej Luigi Gurakuqi në ato ditë? Ai jetonte në një dhomë të vogël hoteli, ku shurmën e tramvajve italiane e dëgjonte gjatë gjithë natës. Ai shkruante letra miqve të tij, duke u thënë se nuk do të heqë dorë nga lufta, se do të vazhdojë të flasë kundër regjimit, se e vërteta një ditë do të dilte në shesh. Por a e dinte ai se emri i tij ishte i pari në listën e CNOB Kryeziut? A e dinte ai se çdo hap i tij po ndiqej, se çdo letër që dërgonte po lexohej para se të arrinte te marrësi, se njeriu që do ta vriste tashmë kishte marrë pagesën paraprake? Ne nuk e dim. Por dim këtë: në xhepat e tij, kur policia italiane kontrolloi trupin e tij të pajet, gjeti vetëm 350 lireta dhe një bilet treni për Rom, që nuk e përdori kurrë. Ndërsa vrasi i tij, Baltion Stambolla, kishte marrë mijëra franga ari, të dërguara nga Tirana me vulën e shtetit. Kjo është çmenduria e asaj historie. Njeriu që vdiq për idetë e tij nuk kishte as për të paguar një vakt drek të ngrohtë. Ndërsa njeriu që e vrau u bë i pasur nga paratë e shtetit që Gurakuqi kishte shërbyer me ndershmëri. Dhe tani pyetja që duhet ta bëjmë të gjithë: nëse shteti mund të përdorte paratë tona për të vrarë njerëzit më të mirë të kombit, çfarë na garanton se kjo nuk po ndodh edhe sot? Nëse fondi i fshehtë i vitit 1925 mund të financonte vrasje, çfarë financojnë fondet sekrete të sotme? Kush po paguan sot për heshtjen e dikujt, për zhdukjen e një dokumenti, për mbylljen e një hetimi? Historia e CNOB Kryeziut nuk është thjesht një histori e së kaluarës. Është një paralajmërim për të tashmen. Në muajin shkurt të vitit 1925, ndërsa CNOB Kryeziu po organizonte rrjetin e tij të vdekjes, në Bari po ndodhte diçka që ai nuk e kishte parashikuar. Baltion Stambolla, njeriu që kishte pranuar të vriste Luigi Gurakuqin përpara, po fillonte të ndjente peshën e asaj që kishte pranuar të bënte. Ai nuk ishte një vrasës profesionist. Ai ishte një djalë i ri, i zhytur në borxhe. Kishte studiuar në shkollat e Gurakuqit, kishte ngrënë bukë në tryezën e tij dhe e quante atë Xhaxha. Por paratë që i ishin premtuar ishin aq të mëdha sa mund të shlyenin të gjitha borxhet e tij. Mund ta bënin të pasur, mund t'i jepnin një jetë të re. Dhe kështu, ai zgjodhi. Zgjodhi paratë mbi gjakun. Zgjodhi shtetin mbi familjen. Zgjodhi CNOB Kryeziun mbi Luigi Gurakuqin. Por zgjedhja nuk ishte e lehtë.
Çdo natë, ai shite në ëndra fytyrën e Gurakuçit. Çdo mëngjes, kur zgjohej, dora i dridhej. Ai filloi të pinte raki që në mëngjes për të qetësuar nervat. Ai filloi të shmangej nga njerëzit, të mbyllej në dhomën e tij, të fliste vetëm. Agjentët e Ceno Bey Kryeziut që e mbikëqyrnin nga distanca, filluan të shqetësoheshin. Ata i dërguan një mesazh të koduar në Tiranë: "Vegla po do bësohet. Duhet të veprojmë shpejt, ose do ta humbasim." Ceno Bey u përgjigj menjëherë: "Rritni pagesën. Premtojini edhe avokatët më të mirë nëse kapet. Shteti do ta mbrojë." Dhe kështu, Stambollës ju dërgua një zarf tjetër, me një shumë edhe më të madhe. Kjo herë, ai nuk mburoi. Ai e kuptoi se nuk kishte kthim mbrapa. Ai kishte hyrë në një lojë ku të vetmet rrugë ishin përpara ose vdekja. Në ditën e 2 të marsit të vitit 1925, Luigi Gurakuçi u zgjua në orën 7 të mëngjesit. Ai veshi palltën e tij të vjetër, zbriti shkallët e hotelit Tavor dhe doli në rrugë. Ishte një mëngjes i ftohtë, por qielli ishte i kthjellët. Ai vendosi të shkonte në sheshin kryesor për të pirë një kafe, siç bënte çdo ditë. Nuk e dinte se Baltion Stambolla po e priste në hyrjen e hotelit, i fshehur pas një kolone. Nuk e dinte se në xhepin e brendshëm të xhaketës së Stambollës kishte një revole, të blerë me paratë e fondit të fshehtë. Nuk e dinte se jeta e tij do të mbaronte brenda pak sekondash. Kur Gurakuçi u kthye nga kafeneja, rreth orës 9, ai hyri në hyrjen e hotelit. Stambolla doli nga hija. Ai e thirri: "Xhaxha Luigi." Gurakuçi u kthye, buzëqeshi, sepse e njohu zërin. Por para se të arrinte të fliste, Stambolla nxori revolën dhe qëlloi 3 herë. 2 plumba goditën Gurakuçin në shpinë, një në qafë. Ai ra përmbys, pa bërë zë. Gjaku filloi të përhapej në kaldrëmin e vjetër të barit. Stambolla qëndroi aty, pa lëvizur, duke parë atë që kishte bërë. Pastaj, si në trans, la revolën në tokë dhe u ul pranë trupit. Kur policia arriti, e gjeti atë duke qarë. Por kjo nuk ishte fundi i historisë. Kjo ishte vetëm fillimi. Sepse tani fillonte pjesa e dytë e planit të Ceno Bey Kryeziut, shpëtimi i vrasësit. Brenda pak orësh nga arrestimi i Stambollës, ambasada shqiptare në Rom mori një telegram të koduar nga Tirana: "Siguroni mbrojtjen më të mirë. Shteti do të paguajë çdo shpenzim." Dhe kështu filloi një operacion që do të trondiste edhe vetë sistemin italian të drejtësisë. Avokatët më të shtrenjtë të Italisë u kontaktuan. Atyre i ofruan shumë marramendëse për të marrë rastin. Disa refuzuan, sepse e konsideronin të turpshme të mbronin një vrasës që kishte vrarë pas shpine. Por të tjerë pranuan. Dhe parat filluan të rrjedhin përsëri, nga Tirana në Rom, nga Rom në Bari, nga Bari në xhepat e avokatëve, të gjyqtarëve, të gazetarëve që duheshin blerë për të ndryshuar narrativën. Sepse Ceno Bey Kryeziu e dinte se nëse Stambolla fliste, nëse ai tregonte se kush e kishte paguar, e gjithë makina do të shpërthente. Dhe prandaj, Stambolla duhej të heshte. Dhe për ta bërë atë të heshtë, duhej të jepej shpresa se shteti do ta shpëtonte. Nga burgu i Barit, Baltion Stambolla shkroi një letër. Një letër që sot, pothuajse një shekull më vonë, qëndron si dëshmia më e fortë e asaj se si funksiononte rrjeti i Ceno Bey Kryeziut. Letra ishte drejtuar Ceno Bey Kryeziut dhe Ahmet Zogut. Në të, Stambolla shkruante me një gjuhë që nuk linte vend për dyshim: "E kreva detyrën që më besuat. Tani ju lutem, përmbushni premtimin tuaj. Më dërgoni paratë që më premtuat për të paguar avokatët. Unë nuk kam asgjë. Familja ime nuk ka asgjë. Vetëm ju mund të më shpëtoni." Kjo letër nuk ishte vetëm një kërkesë për ndihmë. Ishte një dokument akuzues. Ishte prova se vrasja e Gurakuçit nuk kishte qenë një akt individual hakmarrjeje, siç po përpiqej ta paraqiste propaganda e regjimit. Ishte një operacion shtetëror, i financuar, i planifikuar, i ekzekutuar me paratë e taksapaguesve shqiptar. Dhe Ceno Bey Kryeziu e dinte këtë. Prandaj, ai nuk e injoroi letrën. Ai urdhëroi që paratë të dërgoheshin menjëherë. Dhe paratë u dërguan. Jo një herë, por disa herë. Çdo herë që avokatët kërkonin më shumë, shteti paguante. Çdo herë që duhej të blihej një dëshmitar, shteti paguante. Çdo herë që duhej të heshte një gazetar, shteti paguante.
Dhe burimi i këtyre parave ishte gjithmonë i njëjti, fondi i fshehtë, arka ku fshatari nga mati kishte derdhur monedat e tij. Por ndërsa parat rrjedhin për të shpëtuar Stambollën, diçka tjetër po ndodhte në Shqipëri. Populli po fillonte të dëgjonte zëra. Zëra që flisnin për vrasjen e Gurakuçit. Zëra që thonin se pas kësaj vrasje qëndronte vetë qeveria. Zëra që pyesnin, nëse shteti mund të vrasë Gurakuçin, kush është i radhës? Dhe Ceno Bej Kryeziu, që dëgjonte këto zëra nëpërmjet rrjetit të tij të informatorëve, e kuptoi se duhej të vepronte shpejt. Ai duhej të mbyllte çdo gjurmë që lidhte shtetin me vrasjen. Ai duhej të sigurohej se askush tjetër nga rrjeti i tij nuk do të fliste. Dhe kështu, ai filloi të pastrojë. Njëri nga agjentët që kishte koordinuar operacionin në Bari u gjeti vdekur në dhomën e tij të hotelit, zyrtarisht nga sulm në zemër. Një tjetër agjent kishte transportuar paratë. Ai u zhduk pa lënë gjurmë dhe familja e tij nuk mori kurrë përgjigje për atë që i kishte ndodhur. Një e tretë, gruaja që kishte infiltruar rrethet e emigrantëve në Prag, u kthye në Tiranë dhe iu dha një shumë e madhe parash me kusht që të mos fliste kurrë për atë që kishte parë. Ajo pranoi, mori paratë dhe jetoi pjesën tjetër të jetës së saj në heshtje, duke ditur se nëse fliste do të përfundonte si të tjerët. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë këtu, pothuajse një shekull më vonë, ne duhet të pyesim veten, sa nga ajo që ndodhi atëherë po ndodh edhe sot? Sa nga ato metoda, ato mekanizma, ato rrjete të fshehta ende funksionojnë? Kur lexojmë në gazeta për fonde sekrete që nuk justifikohen, a nuk po shohim të njëjtën makineri që ndërtoi Ceno Bej Kryeziu? Kur dëgjojmë për tender që fitohen pa konkurrencë, a nuk po shohim të njëjtën gjë? Kur shohim se si njerëzit që flasin kundër pushtetit zhduken nga jeta publike, pyetja kthehet përsëri. A nuk po paguajmë edhe ne, me taksat tona, për heshtjen e dikujt, për zhdukjen e një të vërtete, për mbrojtjen e një sekreti që nuk duhet të dilet kurrë në shesh? Historia e Ceno Bej Kryeziut nuk është një muze. Është një pasqyrë. Dhe nëse shikojmë me kujdes në atë pasqyrë, do të shohim fytyrat tona. Në muajin prill të vitit 1925, kur familja e Luiq Gurakuçit mori lajmin e vdekjes së tij, ata nuk morën vetëm një telegram nga policia italiane. Ata morën diçka tjetër, diçka që askush nuk e kishte pritur, një letër të shkruar me dorën e vet Gurakuçit, dërguar 3 ditë para vrasjes, por që arriti me vonesë për shkak të censurës postare. Në atë letër, Luiq Gurakuçi shkruante fjalë që sot, gati një shekull më vonë, na ngjallin pyetje të dhimbshme. Ai shkruante, ndihem i ndjekur çdo ditë. Ka fytyra që shfaqen dhe zhduken rreth meje. Por nuk kam frikë. Nëse diçka më ndodh, dijeni se nuk ishte fati, por dora e atyre që nuk duruan të dëgjojnë të vërtetën. Kjo letër nuk arriti kurrë në duart e hetuesve italian. Ajo u mor nga një zyrtar i ambasadës shqiptare në Rom, u fut në një zarf të vulosur dhe u dërgua direkt në Tiranë, në tavolinën e Ceno Bej Kryeziut. Ai e lexoi, e mbajti në duar për disa sekonda, pastaj e dogji mbi një qiri. Por para se ta bënte, ai shkroi në regjistrin e tij personal një shënim të shkurtër, ai e dinte. Por nuk iku. Kjo e bën më fajtor se ne. Çfarë mendonte Ceno Bej kur shkruante këto fjalë? A besonte vërtet se Gurakuçi kishte zgjedhur vdekjen duke mos ikur? Apo ishte kjo thjesht një mënyrë për të justifikuar veten, për t'i thënë ndërgjegjës së tij se njeriu që kishte urdhëruar të vritej kishte pasur mundësinë të shpëtonte? Ne nuk do ta dim kurrë. Por dim këtë, letra e Gurakuçit nuk ishte e vetmja që u dogj atë ditë. Ishin dhjetëra të tjera, të shkruara nga emigrantë të tjerë që flisnin për frikën e tyre, për ndjekjet, për kërcënimet. Të gjitha u dogjen. Të gjitha u zhdukën. Sepse e vërteta ishte armiku më i madh i regjimit. Dhe e vërteta duhej të vritej para se të vriste regjimin. Por ndërsa Ceno Bej Kryeziu po diqte letra në Tiranë, në Bari po ndodhte diçka që ai nuk mund ta kontrollonte. Njerëzit që kishin njohur Luiq Gurakuçin filluan të flasin. Jo me zë të lartë, jo në shtyp, por në shtëpitë e tyre, në tavolina kafeje, në biseda të ulta mes mish. Ata tregonin se si Gurakuçi jetonte me një thjeshtësi që i bënte të gjithë të habiteshin. Tregonin se si ai nuk kishte as për të blerë një pallë të re, megjithse kishte qenë ministër i financave. Tregonin se si ai ndante bukën e tij me studentët shqiptarë që vinin ta vizitonin, edhe kur vetë nuk kishte për të ngrënë 2 vakte në ditë. Dhe pastaj, ata tregonin diçka tjetër, diçka që filloi të përhapej si zjarr.
Kur policia italiane kontrolloi trupin e tij, në xhepat e tij u gjetën vetëm 350 lireta, një bilet treni e papërdorur dhe një letër e paplotësuar drejtuar një miku të tij. Në atë letër ai shkruante: "Nuk kam frikë nga vdekja, por kam frikë se vdekja ime do të harrohet dhe askush nuk do të pyes pse ndodhi." Kjo ishte e vërteta që Zeno Bej Kryeziu nuk mund ta digjte. Kjo ishte e vërteta që jetonte në zemrat e njerëzve. Dhe kjo e vërtet filloi të bëhej më e fortë se çdo propagandë, më e fortë se çdo para që shteti mund të shpenzonte për ta fshehur. Ndërkohë, në gjykatën e Barit, procesi kundër Baltion Stambollës kishte filluar. Dhe ajo që ndodhi në atë sallë gjyqi ishte një shfaqje që do të mbetej në kujtesën e të gjithë atyre që e panë. Avokatët më të shtrenjtë të Italisë, të paguar nga fondi i fshehtë i Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë, ndërtuan një mbrojtje që ishte kaq cinike sa edhe gjyqtarët italian u habitën. Ata argumentuan se Stambolla kishte vepruar nga ndjenja e ndershme e tradhtuar, se Gurakuqi i kishte borxh para dhe nuk ja kishte kthyer, se kishte pasur një konflikt personal mes tyre që kishte shpërthyer në tragjedi. Asnjë fjalë për paratë që Stambolla kishte marrë nga Tirana. Asnjë fjalë për letrat që ai kishte shkruar duke kërkuar më shumë para për avokatët. Asnjë fjalë për rrjetin e agjentëve që e kishin ndihmuar të gjurmonte Gurakuqin. Gjithçka u paraqit si një dramë familjare, si një hakmarrje personale, si një moment çmendurie. Dhe gjykata italiane, e presionuar nga qeveria italiane që nuk donte të prishte marrëdhëniet me Shqipërinë e Ahmet Zogut, pranoi këtë version. Baltion Stambolla u dënua me vetëm 12 vjet burg, një dënim qesharak për një vrasje me paramendim. Dhe edhe ato 12 vjet nuk i vuajti plotësisht. Pas 5 vjetësh, ai u lirua me kusht, me ndërhyrjen e avokatëve të tij, të cilët vazhduan të paguhen nga Tirana edhe gjatë kohës që ai ishte në burg. Por çfarë ndodhi me Stambollën pas lirimit? Kjo është një pjesë e historisë që shumë pak njerëz e dinë. Ai u kthye në Shqipëri, por jo si hero. Ai u kthye si një hije. Ai jetoi pjesën tjetër të jetës së tij në një fshat të vogël, i izoluar, i shpërfillur nga të gjithë. Njerëzit e shmangën. Fëmijët e tij u rritën duke mbajtur peshën e mëkatit të tij. Dhe ai, çdo natë, pinte raki derisa të fikej, duke përpiqur të harronte fytyrën e Luiq Gurakuqit që e ndiqte në ëndra. Një fëmijë i tij, që jetoi deri në vitet 90, tregoi më vonë se Stambolla fliste vetëm kur ishte i dehur dhe gjithmonë thoshte të njëjtën gjë: "Unë nuk e vrava atë përpara. Unë e vrava sepse më thanë se ishte armik i shtetit. Por ata më gënjyen." Ai nuk ishte armik. Ai ishte i vetmi njeri i ndershëm që njihja. Kjo rrëfim nuk u regjistrua kurrë zyrtarisht. Nuk u bë kurrë pjesë e asnjë hetimi. Por ajo jetoi në gojet e njerëzve, u transmetua nga brezi në brez dhe sot qëndron si dëshmi e asaj se si paratë e shtetit nuk blejnë vetëm vdekje, por blejnë edhe shkatërimin e shpirtit të atij që vret. Dhe ndërsa Stambolla po shkatërohej nga brenda, Zeno Bej Kryeziu po vazhdonte punën e tij. Lista e tij e zezë nuk ishte shtëruar. Emrat e tjerë prisnin radhën. Hasan Prishtina në Prag. Fan Noli në SHRB. Bajram Curi në Male. Çdo emër kishte një plan. Çdo plan kishte një buxhet. Çdo buxhet mbushej nga e njëjta ark ku fshatari nga mati kishte derdhur monedhat e tij. Por diçka po ndryshonte. Rrjeti që Zeno Bej kishte ndërtuar po fillonte të çahej. Agjentët po fillonin të friksoheshin. Disa prej tyre kishin parë se çfarë i kishte ndodhur atyre që dinin shumë. Disa të tjerë kishin filluar të kuptojnë se paratë që po merrnin ishin të njollosura me gjak, dhe se një ditë ato para do t'i zhduknin edhe ata. Dhe kështu filloi diçka që Zeno Bej Kryeziu nuk e kishte parashikuar, tradhtia nga brenda. Njëri nga agjentët e tij më të besuar, një njeri që kishte koordinuar operacionet në Vjenë, filloi të mbante një ditar të fshehtë. Në atë ditar, ai shkruante çdo emër, çdo shumparash, çdo urdhër që merrte nga Tirana. Ai nuk e bënte këtë për t'i dhënë drejtësisë. Ai e bënte për t'u siguruar, sepse e dinte se nëse Zeno Bej vendoste ta eliminonte, ai do të kishte nevojë për një armë për t'u mbrojtur. Dhe ajo armë ishte e vërteta e shkruar. Në muajin shtator të vitit 1927, diçka ndodhi që ndryshoi gjithçka. Zeno Bej Kryeziu, që tani ishte emëruar ambasador në Prag, mori një vizitë të papritur. Ishte një njeri i ri, me fytyrë të qetë, që hyri në zyrën e tij dhe tha se kishte një mesazh nga Tirana. Zeno Bej e priti, duke menduar se ishte një kurier i rëndom.
Por kur njeriu filloi të fliste, Cenobej kuptoi se diçka nuk shkonte. Njeriu nuk po jepte një mesazh. Ai po bënte pyetje. Pyetje për paratë që ishin shpenzuar. Pyetje për emrat që ishin eliminuar. Pyetje për planet e ardhshme. Cenobej u ngrit nga karriga, i zemëruar, dhe urdhëroi njeriu të largohej. Por njeriu nuk u largua. Ai qëndroi aty, duke e shikuar Cenobeun me një shprehje që ishte mes frikës dhe vendosmërisë, dhe tha: "Unë e di gjithçka. Dhe nëse diçka më ndodh, gjithçka do të dalë në shesh." Pastaj, ai u kthye dhe doli nga zyra. Cenobej kryesiu qëndroi aty, i ngrirë. Ai e kuptoi se kishte humbur kontrollin. Ai e kuptoi se rrjeti që kishte ndërtuar tani po kthehej kundër tij. Dhe ai e kuptoi se duhej të vepronte shpejt para se të ishte shumë vonë. Por ishte tashmë shumë vonë. Sepse brenda 2 javësh, në datën 14 tetor të vitit 1927, Cenobej kryesiu u qellua për vdekje në hyrjen e ambasadës shqiptare në Prag. Vrasësi ishte një student shqiptar, Alqiviad Bebi, që pretendonte se po hakmerej për vdekjen e patriotëve. Por shumë historian besojnë se pas Bebit qëndronte një dorë tjetër, një dorë që kishte vendosur se Cenobej kryesiu dinte shumë, se ai ishte bërë një rrezik, se ai duhej të hiqej qafe para se të fliste. Dhe kush ishte ajo dorë? Disa thonë se ishte vetë Ahmet Zogu, që kishte vendosur të pastroj gjurmët, të eliminonte njeriun që kishte bërë punën e pistë dhe të shfaqej si viktimë e terrorizmit politik. Të tjerë thonë se ishte një grup brenda rrjetit të Cenobej kryesiut, që kishin vendosur ta tradhtojnë para se ai t'i tradhtonte ata. Ne nuk do ta dim kur me siguri. Por dim këtë, brenda pak orësh nga vdekja e Cenobej kryesiut, të gjitha dosjet e tij sekrete u dogjen. Regjistri me emrat dhe shifrat zhduku. Letrat që ai kishte marrë nga vrasit u shkatëruan. Dhe njerëzit që dinin shumë filluan të zhdukeshin, njëri pas tjetrit, në rrethana të dyshimta. Por një gjë nuk u dogj. Një gjë mbijetoi. Letra e Baltion Stambollës, ajo që ai kishte shkruar nga burgu i barit, duke kërkuar paratë e premtuara. Ajo letër, për një arsye që askush nuk e kupton plotësisht, nuk u dogj me të tjerat. Ajo u fsheh nga dikush, ndoshta nga një sekretar që donte të mbante një provë, ndoshta nga një agjent që donte të sigurohej. Dhe ajo letër, dekada më vonë, u gjet në arkivat e Ministrisë së Jashtme, e fshehur mes dokumenteve të vjetra, e harruar, por e paprekur. Kur historianët e lexuan atë letër, ata e kuptuan se kishin në duar provën e papërgënjeshtrueshme të asaj që kishte ndodhur. Ata e kuptuan se vrasja e Luiq Gurakuqit nuk kishte qenë një akt individual, por një operacion shtetëror. Ata e kuptuan se paratë e shtetit, paratë e taksapaguesve, kishin financuar jo vetëm vrasjen, por edhe mbrojtjen e vrasit. Dhe ata e kuptuan se kjo nuk ishte thjesht një histori e së kaluarës, por një model që mund të përsëritej, që ndoshta po përsëritej, që ndoshta po ndodh edhe sot. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë këtu, pothuajse një shekull pas asaj nate kur Cenobej kryesiu dogji letrën e Gurakuqit, ne duhet të pyesim veten, çfarë po digjet sot? Çfarë letra, çfarë dokumentesh, çfarë provash po zhduken në këtë moment, ndërsa ne flasim? Kush po paguan sot për heshtjen e dikujt, për zhdukjen e një të vërtete, për mbrojtjen e një sekreti që nuk duhet të dalë kurrë në shesh? Historia e Cenobej kryesiut nuk është një muze. Është një paralajmërim. Është një pasqyrë që na tregon se pushteti, kur nuk kontrollohet, kur nuk pyetet, kur nuk detyrohet të jap llogari, bëhet një makinë vdekjeje që ha paratë tona dhe vret njerëzit tan më të mirë. Dhe nëse ne nuk mësojmë nga kjo histori, nëse ne vazhdojmë të heshtim, nëse ne vazhdojmë të pranojmë se kështu janë gjërat, atëherë ne jemi po aq fajtor sa ishte Cenobej kryesiu. Sepse heshtja nuk është neutralitet. Heshtja është bashkëpunim. Në muajin nëntor të vitit 1925, 6 muaj pas vrasjes së Luiq Gurakuqit, një grua e moshuar hyri në zyrën e vogël të një gazete në Vjenë. Ajo mbante në duar një zarf të verdhur, të mbyllur me dyllin e kuq. Ajo i tha redaktorit se brenda atij zarfi kishte diçka që do të ndryshonte historinë e Shqipërisë, por se ajo nuk mund të hapte vetë, sepse kishte frikë. Redaktori, i kuriozuar, e pyeti se kush ishte ajo dhe nga i kishte ardhur zarfi. Gruaja u përgjigj, unë jam motra e Luiq Gurakuqit. Dhe ky zarf më u dërgua nga një njeri që punonte për ata që e vranë vëllain tim. Ai thotë se nuk mund të jetojë më me atë që ka parë dhe dëshiron që e vërteta të dalë në shesh. Redaktori e mori zarfin, e hapi me kujdes dhe ajo që gjeti brenda e la pa fjalë.
Ishte një listë e plotë e emrave të agjentëve që punonin për Ceno Bej Kryeziun në Itali, Austri dhe Jugosllavi. Pranë çdo emri kishte një shifër, shuma e parave që kishin marrë nga fondi i fshehtë. Dhe në fund të listës kishte një shënim të shkruar me dorë, këto para nuk erdhen nga xhepat e Zogut apo Ceno Beut. Ato erdhen nga xhepat e fshatarëve që nuk kanë as për të ngrënë bukë. Dhe ne i përdorëm për të vrarë njerëzit që luftonin për ata fshatar. Zoti të na fal. Redaktori donte ta botonte listën menjëherë. Por motra e Gurakuqit e ndaloi. Ajo i tha, jo tani. Nëse e botoni tani, ata do të vrasin çdo njeri që është në atë listë për të fshehur gjurmën. Prisni. Prisni derisa Ceno Bej të mos jetë më në pushtet. Prisni derisa të ketë një shans që e vërteta të mbijetojë. Dhe kështu, lista u fsheh. U vendos në një kasafort të gazetës dhe aty qëndroi për vite. Por ndërkohë, diçka tjetër po ndodhte. Njerëzit që ishin në atë listë po fillonin të vdisnin. Njëri pas tjetrit në rrethana të dyshimta. Njëri u gjeti mbytur në lumin Danub. Një tjetër u gjeti varur në dhomën e tij të hotelit, zyrtarisht vetvrasje. Një e tretë u zhduk pa lënë gjurmë dhe familja e saj nuk mori kur përgjigje për atë që i kishte ndodhur. Dhe çdo herë që dikush nga lista vdiste, motra e Gurakuqit merrte një letër anonime që thoshte vetëm një gjë: heshtja është çmimi i jetës. Ajo e kuptoi mesazhin. Ajo e kuptoi se nëse fliste do të ishte e radhës. Dhe kështu, ajo heshti. Ajo jetoi pjesën tjetër të jetës së saj në Vjenë, e izoluar, e frikësuar, duke mbajtur sekretin që mund ta kishte shkatëruar regjimin, por që ajo nuk guxoi ta nxirrte në shesh. Por sekreti nuk vdiq me të. Sepse para se ajo të vdiste, në vitin 1962, ajo i dha zarfin një historiani të ri shqiptar që po studionte në Vjenë. Ajo i tha, unë nuk pata guximin ta bëja atë që duhej bërë. Por ti je i ri. Ti ke kohë. Ti ke forcë. Bëja atë që unë nuk arrita. Historiani e mori zarfin, e hapi, dhe kur pa listën, ai filloi të dridhej. Ai e kuptoi se kishte në duar një dokument që mund ta rrëzonte narrativën zyrtare të historisë shqiptare. Por ai e kuptoi edhe diçka tjetër, nëse e botonte atë listë, ai do të bëhej shënjestër. Dhe kështu, ai bëri atë që shumë historian kanë bërë përballë së vërtetës së rrezikshme, ai e fshiu. Ai e vendosi në arkivat e tij personale dhe aty qëndroi për dekada. Vetëm pas rënies së komunizmit, kur ai ishte tashmë plak dhe i sëmur, ai vendosi ta jap listën në arkivat shtetërore. Por edhe atëherë, lista nuk u bë publike. Ajo u klasifikua si dokument i ndjeshëm dhe qëndroi e mbyllur për publikun për arsye të sigurisë kombëtare. Ironia është e tmerrshme. E njëjta arsye që u përdor për të justifikuar vrasjet në vitin 1925, po përdoret edhe sot për të fshehur të vërtetën për ato vrasje. Por edhe kur e vërteta fshihet, ajo nuk vdes. Ajo jeton në kujtesën e njerëzve. Ajo jeton në letrat që nuk u dogjen. Ajo jeton në ditarët e atyre që pan dhe nuk guxuan të flasin, por që shkruan për brezat e ardhshëm. Dhe ajo jeton në pyetjet që ne bëjmë sot. Pyetje si, pse një shtet i varfër, ku njerëzit vdisnin nga uria dhe malaria, gjeti para për të paguar avokatët më të shtrenjtë të Italisë që të mbronin një vrasës? Pse një qeveri që nuk kishte para për të ndërtuar shkolla dhe spitale, kishte para për të paguar agent sekret në gjithë Evropën? Pse një regjim që pretendonte se luftonte për stabilitet dhe siguri, përdori paratë e taksapaguesve për të vrarë njerëzit më të arsimuar dhe më të ndershëm të kombit? Përgjigja është e thjeshtë, por e dhimbshme, sepse për pushtetin, stabiliteti nuk do të thotë paqe, por heshtje. Dhe heshtja nuk arrihet me argumente, por me frikë. Dhe frika më e madhe nuk vjen nga ushtria që sheh, por nga dora që nuk e sheh, nga plumbi që nuk e pret, nga shteti që të vret me paratë e tua. Dhe tani, ndërsa mbyllim këtë kapitull të historisë, ne duhet të pyesim veten, çfarë po ndodh sot me paratë tona? Kur paguajmë taksat, kur derdhim kontributin ton në arkën e shtetit, ku shkojnë ato para? Apo përdoren për të ndërtuar shkolla dhe spitale, apo po përdoren për të blerë heshtjen e dikujt, për të fshehur një skandal, për të mbrojtur një sekret? Apo financojmë ne, pa e ditur, një makineri që vepron në errësirë, që vendos kush do të flasë dhe kush do të heshë, kush do të jetojë dhe kush do të zhduket? Historia e Ceno Bej Kryeziut na mëson se kjo nuk është vetëm një pyetje historike. Kjo është një pyetje e sotme.
sepse mekanizmat që ai ndërtoi nuk vdiqën me të. Ato u trashëguan, u përshtatën, u modernizuan. Dhe sot, ato vazhdojnë të funksionojnë me emra të rinj, me metoda të reja, por me të njëjtën logjik, parat e popullit përdoren kundër popullit. Dhe nëse ne nuk e ndalojmë këtë, nëse ne vazhdojmë të heshtim, nëse ne vazhdojmë të pranojmë se kështu janë gjërat, atëherë ne jemi po aq fajtor sa ishin ata që ndërtuan atë makineri. Sepse heshtja nuk është neutralitet. Heshtja është bashkëpunim. Dhe bashkëpunimi me të keqen është vetë e keqja. Në arkivat e Ministrisë së Brendshme, të fshehura në një dhomë padritare në bodrumin e ndërtesës qendrore të Tiranës, ekzistonte një regjistër që askush nuk duhej ta shihte. Ai quhej Libri i Shpenzimeve të Jashtëzakonshme dhe brenda tij gjendej çdo frank që kishte dalë nga fondi i fshehtë gjatë viteve 1925 deri 1927. Çdo faqe kishte 3 kolona, data, shuma dhe një kod prej 3 shkronjash që identifikonte operacionin. Asnjë emër i vërtet. Asnjë vend i sakt. Vetëm shifra dhe kode. Por për atë që dinte si ta lexonte, ky regjistër ishte një hartë e plotë e vdekjes. Ai tregonte se sa kushtonte të vrisje një njeri në Bari, 3.000 franga. Sa kushtonte të blije një gjyqtar në Rom, 5.000 franga. Sa kushtonte të heshtësh një gazetar në Vjenë, 2.000 franga. Dhe sa kushtonte të fshije gjurmët pas një vrasje, 10.000 franga, të shpërndara në 10 duar, që secila merrte pjesën e saj dhe heshte. Por në datën 14 tetor të vitit 1927, disa orë pasi Ceno Bej Kryeziu u qellua për vdekje në Prag, dikush hyri në atë dhomë të errët, mori regjistrin dhe e dogji. Jo në një zjarr të madh, por faqe për faqe, me kujdes, duke u siguruar që çdo shkronjë kthehej në hi. Kush ishte ai njeri? Pse veproi aq shpejt? Dhe më e rëndësishmja, çfarë fshinte ai regjistër që ishte aq e rrezikshme sa duhej zhdukur brenda pak orësh? Sot, pothuajse një shekull më vonë, ne dim vetëm një gjë, ajo që u dogj atë natë nuk ishte thjesht një listë shpenzimesh. Ishte prova se shteti shqiptar kishte ndërtuar një industri vdekjeje, të financuar nga paratë e atyre që vdisnin nga uria. Por jo çdo gjë u dogj. Sepse ekzistonte një kopje e dytë e fshehur në një vend që askush nuk e kishte menduar, në banesën personale të vetë Ceno Bej Kryeziut në Tiranë. Kur ai u vra në Prag, gruaja e tij, e tronditur dhe e frikësuar, nuk dinte çfarë të bënte me dokumentet që gjeti në sirtarët e tij. Ajo i thiri vëllain, një njeri që kishte qenë afër regjimit, por që tani kishte filluar të frikësoj. Ai erdhi, pa dokumentet, dhe e kuptoi menjëherë se ato ishin një bombë. Ai i tha motrës, nëse dikush mëson se ti ke këto, do të vritesh. Por nëse i dorëzon, do të tradhtosh kujtimën e burrit tënd. Gruaja qau, por në fund vendosi. Ajo i dha vëllait dokumentet dhe i tha, bëj atë që mendon se është e drejtë. Vëllai i mori, i futi në një ark druri dhe i varrosi në oborin e shtëpisë së tij në një pemë arë. Aty qëndrën për 35 vjet derisa ai vdiq dhe djali i tij, duke gërmuar për të mbjellë një pemë të re, i gjeti. Kur i hapi, letra ishin të kalbura nga lagështia, por shkronjat ende lexoheshin. Dhe ajo që ai lexoi e bëri të kuptonte se babai i tij kishte mbajtur një sekret që mund ta kishte shkatëruar familjen e tij, por që ai kishte zgjedhur ta mbante për t'i mbrojtur ata. Djali vendosi të mos fliste. Ai i vendosi dokumentet përsëri në ark dhe i varrosi përsëri. Dhe aty janë edhe sot. Të varrosura. Të harruara. Por jo të vdekura. Ndërkohë, diçka tjetër po ndodhte me trupin e Ceno Bej Kryeziut. Kur ai u vra në Prag, qeveria çekoslovake donte ta kthente trupin në Shqipëri për t'u varrosur me nderime shtetërore. Por Ahmet Zogu refuzoi. Ai dërgoi një telegram të shkurtër, le të varroset atje ku ra. Ky refuzim i befasoi të gjithë. Pse Zogu, që kishte qenë kunati dhe aleati më i ngushtë i Ceno Bej Kryeziut, nuk donte ta merrte trupin e tij? Disa thanë se ishte për arsye sigurie, se Zogu kishte frikë se varrimi do të kthehej në një demonstrat kundër regjimit. Të tjerë thanë se Zogu kishte frikë se nëse trupi kthehej, do të bëheshin pyetje, do të hapeshin dosje, do të dilnin sekrete. Por një version tjetër, më i errët, filloi të qarkullonte në rrethet e brendshme të qeverisë. Zogu nuk donte trupin e Ceno Bej Kryeziut në Shqipëri, sepse ai e dinte se Ceno Bej nuk ishte vrarë nga një student i thjeshtë. Ai ishte vrarë me urdhër. Dhe urdhri kishte ardhur nga Tirana. Nga vetë Zogu.
Sepse Cenobej Kryeziu kishte filluar të bëhej shumë i fuqishëm, shumë i pavarur, shumë i rrezikshëm. Ai dinte shumë. Ai kishte shumë lidhje. Dhe ai kishte filluar të fliste shumë. Dhe kur dikush fillon të flasë shumë në një regjim ku heshtja është ligj, ai bëhet shënjestër. Por ai ishte vërtet zogu ai që urdhëroi vrasjen e Cenobej Kryeziut? Ne nuk kemi prova të drejtë për drejta. Por kemi diçka tjetër, një model. Një model që përsëritet në çdo regjim autokratik, në çdo sistem ku pushteti përqendrohet në duart e një njeriu. Modeli është ky: diktatatori përdor një njeri për të bërë punën e pistë, për të vrarë, për të frikësuar, për të kontrolluar. Por kur ai njeri bëhet shumë i fuqishëm, kur ai fillon të di shumë, kur ai bëhet një kërcënim për vetë diktatorin, atëherë diktatori e eliminon. Jo sepse e urren, por sepse e frikësohet. Sepse e vetmja mënyrë për të mbajtur pushtetin absolut është të mos lejosh askën tjetër të ketë pushtet. Edhe nëse ai njeri është kunati yt. Edhe nëse ai njeri të ka shpëtuar jetën. Edhe nëse ai njeri ka vrarë për ty, sepse në logjikën e pushtetit absolut, besnikëria nuk është virty. Është dobësi. Dhe dobësia eliminohet. Kjo është e vërteta që Cenobej Kryeziu mësoi shumë vonë. Dhe kjo është e vërteta që çdo njeri që shërben një diktator duhet ta di: një ditë ti do të jesh i radhës. Në muajin nëntor të vitit 1927, një muaj pas vdekjes së Cenobej Kryeziut, Ahmet Zogu thiri në zyrën e tij 5 burra. Asnjë prej tyre nuk ishte regjistruar në librin e vizitorëve. Asnjë sekretar nuk mori shënime. Takimi zgjati më pak se gjysmë ore. Dhe kur burrat dolën, fytyrat e tyre ishin të zbehë. Njëri prej tyre, që ishte shok fëmijërie i Zogut, u pyet më vonë nga gruaja e tij se çfarë kishte ndodhur në atë takim. Ai nuk ju përgjigj. Ai thjesht u ul në karrige, vuri kokën në duar dhe qëndroi kështu për orë të tëra. Gruaja e tij nuk pyeti më. Ajo e kuptoi se burri i saj kishte dëgjuar diçka që e kishte ndryshuar përgjithmonë. Dhe ajo kishte të drejtë. Sepse në atë takim, Zogu kishte dhënë një urdhër të qartë: çdo njeri që kishte punuar për Cenobej Kryeziun, çdo njeri që dinte për operacionet e tij, çdo njeri që kishte qenë pjesë e rrjetit, duhej të heshte. Dhe nëse nuk heshte me vullnet, do të heshte me forcë. Brenda 6 muajve, 10 nga njerëzit që kishin qenë më afër Cenobej Kryeziut vdiqën. Disa nga sulme në zemër. Disa nga aksidente. Disa thjesht zhdukën. Dhe askush nuk bëri pyetje. Sepse të gjithë e kuptonin mesazhin: heshtja është çmimi i jetës. Por ndërsa Zogu po pastronte gjurmët, diçka tjetër po ndodhte në trupat e atyre që kishin shërbyer regjimin. Ata po shkatërroheshin nga brenda. Njëri prej tyre, një ish agjent që kishte koordinuar operacionet në Vjenë, filloi të pinte çdo ditë derisa të fikej. Gruaja e tij e gjeti një ditë duke qarë në kuzhinë, duke mbajtur në duar një fotografi të vjetër të Luiq Gurakuqit që e kishte prerë nga një gazetë. Ai i tha asaj: unë e njoha këtë njeri. Unë e ndihmova ta vrasin. Dhe çdo natë, ai vjen në ëndrat e mia dhe më pyet: pse? Dhe unë nuk kam përgjigje. Gruaja e tij përpiqej ta ngushëllonte, por ai e shtyu. Ai i tha: ti nuk kupton. Unë nuk e vrava atë me duart e mia, por unë e vrava me heshtjen time. Unë e dija se çfarë po ndodhte dhe nuk fola. Dhe kjo më bën më fajtor se ai që shtyu këmbëzën. Brenda një viti, ai u gjeti vdekur në dhomën e tij. Zyrtarisht vetvrasje. Por ata që e njihnin thanë se ai kishte vdekur shumë para se të vdiste trupi i tij. Ai kishte vdekur ditën kur kishte kuptuar se kishte shitur shpirtin e tij përpara që tani nuk i jepnin as kënaqësi, as paqe, as gjumë. Dhe kjo është çmenduria e asaj historie. Paratë që shteti shpenzoi për të vrarë patriotët nuk shkatëruan vetëm ata që u vran. Ato shkatëruan edhe ata që vran. Ato shkatëruan edhe ata që organizuan. Ato shkatëruan edhe ata që heshtën. Sepse paratë e gjakut nuk janë thjesht para. Ato janë një mallkim. Ato janë një peshë që mblidhet çdo ditë, që bëhet më e rëndë me çdo vit, që në fund të shtyn në tokë dhe nuk të lë të ngrihesh. Baltion Stambolla e mësoi këtë. Agjentët e Cenobej Kryeziut e mësuan këtë. Dhe sot, çdo njeri që merr para për të bërë punën e pistë të pushtetit, për të heshtuar një të vërtetë, për të fshehur një krim, për të mbrojtur një sekret, duhet ta di: ato para do të hanë nga brenda. Ato do të shndërrojnë në një hije.
Ato do të bëjnë të jetosh, por jo të jetosh vërtet. Sepse jeta pa ndërgjegje të pastër nuk është jetë. Është vetëm pritje për vdekjen. Por historia nuk përfundon me shkatërimin e atyre që shërbyen regjimin. Ajo vazhdon me atë që ndodhi me paratë. Sepse fondi i fshehtë nuk u mbyll pas vdekjes së Cenobej Kryeziu. Ai vazhdoi të ekzistojë. Ai vazhdoi të mbushej nga taksat e fshatarëve. Ai vazhdoi të shpenzoi për operacione që askush nuk i dinte. Dhe kur Ahmet Zogu u shpall mbret në vitin 1928, fondi i fshehtë u rrit edhe më shumë. Tani ai quhej Fondi i Listës Civile, një emër më elegant, më zyrtar, më i pranueshëm. Por funksioni ishte i njëjtë, të paguante për atë që nuk duhej të dihej. Dhe çfarë paguhej? Ne nuk e dim plotësisht. Por dim këtë, gjatë viteve 1928 deri 1939, dhjetëra emigrant politik vdiqën në rrethana të dyshimta. Disa u gjetën të mbytur në lumenj. Disa u gjetën të qelluar në rrugë të errëta. Disa thjesht zhdukën. Dhe çdo herë, policia lokale e vendit ku ndodhte vrasja arrinte në të njëjtën përfundim, motivi i panjohur. Autorët e panjohur. Hetimi mbyllet për mungesë provash. Por njerëzit që jetonin në ato qytete, njerëzit që shihnin, që dëgjonin, që flisnin në heshtje, ata e dinin. Ata e dinin se pas çdo vrasje qëndronte e njëjta dorë. E njëjta ark. E njëjta logjik, paratë e shtetit përdoren për të vrarë armiqtë e shtetit. Edhe kur ata armiq janë thjesht njerëz që flasin, që shkruajnë, që ëndërrojnë një vend më të mirë. Në vitin 1935, 10 vjet pas vrasjes së Luigi Gurakuçit, një gazetar italian vendosi të hetonte historinë e vërtetë të asaj vrasje. Ai kishte dëgjuar zëra. Ai kishte lexuar letra. Ai kishte folur me njerëz që kishin qenë aty. Dhe ai kishte vendosur të shkruante një artikull që do të zbulonte lidhjen mes qeverisë shqiptare dhe vrasjes. Ai punoi për muaj. Ai mblodhi dokumente. Ai intervistoi dëshmitar. Ai gjeti madje një kopje të letrës së Baltion Stambollës që dikush ja kishte dhënë në fshehtësi. Dhe kur artikulli ishte gati për t'u botuar, ai mori një vizitë. Ishte një njeri elegant, me kostum të shtrenjtë, që foli italisht pa theks. Ai i tha gazetarit, unë vi nga miqtë tuaj që dëshirojnë t'ju ndihmojnë. Ata janë të shqetësuar se artikulli juaj mund t'ju sjellë probleme. Ata ofrojnë një shumë të konsiderueshme parash nëse vendosni të mos e botoni. Gazetari refuzoi. Ai i tha njeriut se e vërteta nuk shitet. Njeriu u ngrit buzëqeshi dhe tha, e kuptoj. Por ju lutem, mendoni për familjen tuaj. Dhe doli. Gazetari nuk e mori seriozisht kërcënimin. Ai vazhdoi punën. Por një javë më vonë, djali i tij 8 vjeçar u rrëmbye kur po kthehej nga shkolla. Ai u gjet pas 2 ditësh, i shëndosh, por i tronditur. Ai nuk foli kurrë për atë që i kishte ndodhur. Por gazetari e kuptoi mesazhin. Ai dogji artikullin. Ai nuk shkroi kurrë më për Shqipërinë. Dhe ai jetoi pjesën tjetër të jetës së tij duke ditur se kishte zgjedhur familjen mbi të vërtetën. Dhe askush nuk mund ta fajsonte për këtë. Sepse kjo është fuqia e vërtetë e pushtetit, ai nuk të vret gjithmonë. Ndonjëherë, ai thjesht të tregon se mund të vras atë që do më shumë. Dhe kjo është mjaft për të bërë të heshtësh. Por edhe kur gazetarët heshtnin, edhe kur dëshmitarët friksoheshin, edhe kur dokumentet digjeshin, e vërteta vazhdonte të jetonte. Ajo jetonte në gojet e njerëzve të thjeshtë, që tregonin histori rreth zjarrit, që i transmetonin fëmijëve të tyre, që i ruanin si një trashëgimi të dhimbshme. Ata tregonin se si Luigi Gurakuçi kishte jetuar me një thjeshtësi që i bënte të gjithë të habiteshin. Tregonin se si ai kishte refuzuar të pasurohej nga posti i tij. Tregonin se si ai kishte ndarë bukën e tij me studentët e varfër. Dhe pastaj, ata tregonin diçka tjetër, diçka që bëhej më e fortë me çdo tregim. Gurakuçi nuk ishte vrarë sepse ishte armik i shtetit. Ai u vra sepse ishte shembull i një shteti tjetër, një shteti ku njerëzit që shërbenin popullin nuk pasuroheshin, por varfëroheshin. Një shteti ku pushteti nuk ishte privilegj, por përgjegjësi. Një shteti ku paratë e taksapaguesve nuk përdoreshin për të vrarë, por për të ndërtuar. Dhe ky shembull ishte më i rrezikshëm për regjimin e Zogut se çdo ushtri, se çdo komplot, se çdo kryengritje.
Sepse shembulli i një njeriu të ndershëm në një botë të korruptuar është një akuzë e heshtur që nuk mund të heshtet me para, që nuk mund të vritet me plumba, që nuk mund të fshihet me propaganda. Ai jeton. Ai rritet. Ai bëhet legjendë. Dhe legjenda është më e fortë se historia zyrtare. Dhe tani, ndërsa qëndrojmë këtu, pothuajse një shekull pas asaj dite kur Luiq Gurakuqi ra në kaldrëmin e barit, ne duhet të pyesim veten, kush është përfituesi i vërtet i asaj vrasje? Kush fitoi nga vdekja e tij? Cenobej Kryeziu? Jo, sepse ai vet u vra 2 vjet më vonë. Ahmet Zogu? Ndoshta për një kohë të shkurtër. Por në fund, edhe ai humbi gjithçka, iku nga vendi, vdiq në mërgim. Baltion Stambolla? Jo, sepse ai jetoi pjesën tjetër të jetës së tij si një hije i mallkuar nga ndërgjegjja. Atëherë kush fitoi? Përgjigjja është e dhimbshme, askush. Askush nuk fitoi. Sepse kur një shtet përdor paratë e popullit për të vrarë bijtë më të mirë të atij populli, ai nuk po ndërton stabilitet. Ai po ndërton shkatërimin e tij. Ai po ndërton një shoqëri ku besimi vdes, ku ndershmëria dënohet, ku frika bëhet ligj. Dhe një shoqëri e tillë nuk mund të mbijetojë. Ajo mund të zgjaset për vite, për dekada, por në fund ajo shembet. Sepse një shtëpi e ndërtuar mbi gjak nuk qëndron. Ajo rrëzohet. Dhe kur rrëzohet, ajo varros të gjithë ata që jetonin brenda saj. Por historia nuk përfundon me rënien e regjimit të Zogut. Ajo vazhdon me atë që ndodhi pas tij. Sepse mekanizmat që ai ndërtoi, metodat që ai përdori, logjika që ai ndoqi, nuk vdiqën me të. Ato u trashëguan. Ato u përshtatën. Ato u modernizuan. Regjimi komunist që erdhi pas tij përdori të njëjtat metoda, fondi i fshehtë, agjentët sekret, vrasjet politike, heshtja e detyruar. Dhe sot, në shekullin e 21, në një kohë kur ne mendojmë se jemi të lirë, se jemi demokratik, se jemi transparent, a jemi vërtet? Apo po përdorim thjesht emra të rinj për të njëjtat gjëra të vjetra? Kur lexojmë për fonde rezervë që nuk justifikohen, a nuk po lexojmë për fondin e fshehtë të Cenobej Kryeziut? Kur dëgjojmë për tender që fitohen pa konkurrencë, a nuk po dëgjojmë për paratë që transferoheshin në duar të zgjedhura? Kur shohim se si njerëzit që flasin kundër korrupsionit zhduken nga jeta publike, a nuk po shohim të njëjtën makineri që eliminoi Luiq Gurakuqin? Historia nuk është një muze. Historia është një paralajmërim. Dhe nëse ne nuk e dëgjojmë atë paralajmërim, nëse ne vazhdojmë të heshtim, nëse ne vazhdojmë të pranojmë se kështu janë gjërat, atëherë ne po ndërtojmë të njëjtën makineri që ndërtoi Cenobej Kryeziu. Dhe një ditë, ajo makineri do të kthehet kundër nesh. Sepse kjo është ligji i historisë, ajo që nuk mësohet, përsëritet. Dhe ajo që përsëritet, shkatëron. Në një mbrëmje dimri të vitit 1928, kur Ahmet Zogu u shpall mbreti i Shqipërisë, në sallën e madhe të pallatit mbretëror u mblodhën të gjithë ata që kishin kontribuar në ngritjen e tij. Ishin general, ministra, diplomat, tregtar të pasur. Por kishte edhe disa fytyra që askush nuk i njihte, burra që qëndronin në hije, që nuk aplaudonin, që vetëm vëzhgonin. Këta ishin njerëzit që e dinin të vërtetën. Njerëzit që kishin menaxhuar fondin e fshehtë. Njerëzit që kishin organizuar vrasjet. Njerëzit që kishin fshehur provat. Dhe atë mbrëmje, ndërsa Zogu mbante fjalimin e tij për një Shqipëri të re, për një epokë stabiliteti, për një të ardhme të ndritur, këta njerëz dinin se çdo fjalë ishte e ndërtuar mbi gjak. Njëri prej tyre, një ish zyrtar i Ministrisë së Brendshme që kishte nënshkruar urdhrat e transfertave të parave, qëndroi në një cep të sallës duke pirë verë të kuqe. Një mik ju afrua dhe e pyeti, pse nuk gëzohem si të tjerët? Ai u përgjigj pa e hequr shikimin nga Zogu, sepse unë e di se çfarë kushtoi ky kuror. Dhe e di se një ditë dikush do ta paguaj atë çmim. Miku qeshi, duke menduar se ishte thjesht melankolik nga vera. Por njeriu nuk qeshi. Ai e dinte se historia nuk harron. Dhe ai e dinte se çdo gjë që ndërtohet me gënjeshtër, një ditë rrëzohet nga e vërteta. Por çfarë ishte e vërteta që ai njeri e dinte? Çfarë fshenin ato dosje që ishin djegur, ato letra që ishin zhdukur, ato dëshmitar që ishin heshtuar? Për ta kuptuar këtë, duhet të kthehemi në një dokument që mbijetoi rastësisht, një dokument që nuk duhej të ekzistonte, por që ekziston. Është një raport i shkruar nga vetë Cenobej Kryeziu në muajin qershor të vitit 1927, 3 muaj para vdekjes së tij.
Në atë raport, ai i shkruan Ahmet Zogut për shqetësimet e tij. Ai shkruan se rrjeti po bëhet shumë i madh, se ka shumë njerëz që dinë shumë, se ka shumë para që po shpërndahen, se ka shumë gjurmë që po lihen. Dhe pastaj, ai shkruan diçka që na ngre lesh, madhëria juaj, unë kam shërbyer me besnikëri absolute. Por po filloj të shoh se kjo punë nuk ka fund. Sa më shumë vrasim, aq më shumë armiq krijohen. Sa më shumë para shpenzojmë, aq më shumë njerëz duan pjesën e tyre. Dhe sa më shumë heshtim, aq më shumë zëra dëgjojmë. Ndoshta ka ardhur koha të ndalemi. Ndoshta ka ardhur koha të gjejmë një rrugë tjetër. Ky raport nuk arriti kurrë te Zogu. Ai u ndërprer nga një zyrtar që e lexoi dhe e kuptoi se ishte shumë i rrezikshëm. Zyrtari ja dërgoi një kopje Zogut, por me një shënim në fund, Ceno Bey po do bësohet. Ai po bëhet një rrezik. Dhe Zogu, kur e lexoi, nuk tha asgjë. Ai thjesht e vuri në sirtar. Por brenda 3 muajsh, Ceno Bey Kryeziu ishte i vdekur. A ishte kjo një rastësi? Apo ishte një vendim i marrë me kujdes, një operacion i planifikuar me të njëjtën metodë që Ceno Bey kishte përdorur kundër të tjerëve? Ne nuk kemi prova të drejtë për drejta. Por kemi një model që përsëritet në çdo regjim autokratik, kur njeriu që di shumë fillon të flasë shumë, ai bëhet shënjestër. Dhe Ceno Bey Kryeziu kishte filluar të flasë. Jo publikisht, por në letra private, në biseda të mbyllura, në momente dobësie kur vera e zgjidh gjuhën. Ai kishte filluar të shprehë dyshime. Ai kishte filluar të pyes nëse rruga që kishin zgjedhur ishte e drejtë. Dhe kjo ishte e pafalshme. Sepse në logjikën e pushtetit absolut, dyshimi është tradhti. Dhe tradhti dënohet me vdekje. Kështu që kur Alciviad Bebi qelloi Ceno Bey Kryeziu në hyrjen e ambasadës në Prag, shumë njerëz pyetën, kush ishte vërtet pas Bebit? Kush e financoi? Kush e ndihmoi të arrinte atje? Kush e siguroi që ai të kishte armën e duhur në momentin e duhur? Dhe përgjigja zyrtare ishte, ai veproi vetëm nga urrëtie personale, nga fanatizëm politik. Por njerëzit që e njihnin sistemin, njerëzit që e dinin se si funksiononte makina, ata e dinin se kjo ishte e pamundur. Askush nuk vepronte vetëm në atë sistem. Çdo veprim kishte një dorë pas tij. Çdo dorë kishte një ark që e financonte. Dhe çdo ark kishte një emër që e kontrollonte. Por le të supozojmë për një moment se Zogu nuk kishte asnjë lidhje me vrasjen e Ceno Bey Kryeziu. Le të supozojmë se Bebi vërtet veproi vetëm nga një ndjenjë e thellë drejtësie, nga një dëshirë për të hakmarrë patriotët e vrarë. Edhe në këtë rast, pyetja mbetet, pse Zogu nuk hetoi? Pse ai nuk kërkoi të zbulonte nëse kishte të tjerë pas Bebit? Pse ai nuk dërgoi një komision hetimor në Prag për të intervistuar dëshmitarët, për të kontrolluar llogaritë bankare të Bebit, për të parë nëse ai kishte marrë para nga dikush? Përgjigja është e thjeshtë, sepse Zogu nuk donte të dinte. Sepse nëse hetonte, mund të gjente gjurmë që çonin të vet ai. Ose mund të gjente gjurmë që çonin të njerëz aq afër tij sa do të ishte e pamundur t'i ndëshkonte pa shkatëruar regjimin. Kështu që ai zgjodhi të mos hetojë. Ai zgjodhi të mbyll çështjen shpejt, të shpall Bebin si një terrorist të vetmuar dhe të vazhdoi përpara. Por kjo zgjedhje kishte një kosto. Sepse çdo herë që një vrasje nuk hetohet, çdo herë që një e vërtet nuk zbulohet, çdo herë që një pyetje nuk bëhet, ajo e vërtet nuk vdes. Ajo thjesht shkon nën tokë. Ajo bëhet një sekret që transmetohet në heshtje, që rritet në errësirë, që një ditë del në sipërfaqe dhe shkatëron gjithçka. Në vitin 1933, 5 vjet pas vrasjes së Ceno Bey Kryeziut, Ahmet Zogu mori një letër anonime. Letra ishte shkruar me shkronja të prera nga gazeta, një metodë e vjetër por efektive për të fshehur identitetin. Në letër shkruaj, madhëria juaj, ju mendoni se keni fshehur gjithçka. Por ka njerëz që dinë. Ka dokumente që ekzistojnë. Ka dëshmitar që jetojnë. Dhe një ditë, kur ju nuk do të jeni më në pushtet, ata do të flasin. Dhe atëherë, emri juaj do të mbetet në histori jo si mbret, por si vrasës. Zogu e lexoi letrën, e mbajti në duar për disa sekonda, pastaj e dogji mbi një qiri. Por ajo letër e shqetësoi. Sepse ai e dinte se ishte e vërtetë. Ai e dinte se kishte njerëz që dinin. Ai e dinte se kishte dokumente që ekzistonin. Ai e dinte se kishte dëshmitar që jetonin. Dhe ai e dinte se një ditë, kur pushteti i tij do të mbaronte, ata do të flisnin.
Kështu që ai bëri atë që çdo diktator bën kur friksohet nga e vërteta, ai përpiqet ta kontrollojë historinë. Ai urdhëroi që të shkruajë një histori zyrtare e mbretërisë së tij, ku çdo ngjarje do të paraqitej në dritën më të favorshme. Ku vrasja e Gurakuçit do të paraqitej si një tragjedi personale, jo si një operacion shtetëror. Ku vdekja e Ceno Bey Kryeziut do të paraqitej si një akt terroristi, jo si një pastrim llogarish. Ku fondi i fshehtë do të paraqitej si një mjet i nevojshëm për sigurinë kombëtare, jo si një ark vdekjeje. Por historia zyrtare nuk është historia e vërtetë. Sepse historia e vërtetë nuk shkruhet nga ata që fitojnë, por nga ata që vuajnë. Ajo shkruhet në letrat që nuk u dogjen, në ditarët që u fshetën, në kujtimet që u transmetuan nga goja në gojë. Ajo shkruhet në lotët e grave që humbën burrat e tyre, në frikën e fëmijëve që u rritën pa etër, në heshtjen e atyre që dinin por nuk guxuan të flasin. Dhe kjo histori e vërtetë, nuk mund të kontrollohet nga asnjë diktator, nga asnjë propagandë, nga asnjë para. Ajo jeton. Ajo rritet. Ajo përhapet. Dhe një ditë, ajo del në shesh dhe shkatëron çdo gënjeshtër që u ndërtua për ta fshehur. Kjo është ajo që Zogu nuk e kuptoi. Ai mendoi se mund të blinte heshtjen me para, se mund të vriste të vërtetën me plumba, se mund të digjte historinë me zjarr. Por ai nuk e kuptoi se e vërteta nuk vdes. Ajo vetëm pret. Ajo pret momentin e duhur. Ajo pret gjeneratën e duhur. Ajo pret zërin e duhur që do ta thotë me zë të lartë. Dhe kur ai moment vjen, kur ajo gjenerat lind, kur ai zë ngrihet, atëherë e vërteta shpërthen me një forcë që asgjë nuk mund ta ndalojë. Në vitin 1939, Italia fashiste pushtoi Shqipërinë dhe Ahmet Zogu iku në mërgim. Ai mori me vete vetëm disa gjëra, arin e shtetit, disa dokumente personale dhe një ark të vogël me letra që askush tjetër nuk duhej t'i shite. Ajo ark e shoqëroi atë në të gjitha vendet ku jetoi, në Greqi, në Francë, në Egjipt, në Angli. Dhe kur ai vdiq në vitin 1963, djali i tij, Lejka, trashëgoi atë ark. Por ai nuk e hapi kurrë. Ai e mbajti të mbyllur, të vulosur, të fshehur. Dhe kur ai vdiq në vitin 2007, arka u kthye në Shqipëri, u dorëzua në arkivat shtetërore dhe aty qëndron edhe sot. E mbyllur. E vulosur. E klasifikuar si dokument i ndjeshëm për sigurinë kombëtare. Askush nuk e ka hapur. Askush nuk e ka lexuar. Askush nuk e di çfarë fsheh. Por ne mund të imagjinojmë. Ne mund të imagjinojmë se brenda saj janë letrat që Zogu shkëmbeu me Ceno Bey Kryeziun. Janë urdhrat që ai nënshkroi për transfertat e parave. Janë raportet që ai mori për vrasjet e kryera. Janë emrat e atyre që u paguan, e atyre që u vranë, e atyre që heshtën. Janë provat që ai ruajti, jo për t'i dhënë drejtësisë, por për t'u siguruar se askush tjetër nuk do të mund ta shantazhonte. Sepse kjo është logjika e pushtetit, t'i ruan sekretet jo për t'i zbuluar, por për t'i përdorur kundër atyre që mund të kërcënojnë. Por çfarë do të ndodhte nëse ajo ark do të hapej? Çfarë do të ndodhte nëse ato letra do të lexoheshin? Çfarë do të ndodhte nëse ato emra do të zbuloheshin? A do të ndryshonte diçka? A do të jepte drejtësi për ata që u vranë? A do të ndëshkonte ata që vranë? Përgjigja është jo. Sepse të gjitha ata që vranë janë të vdekur. Të gjitha ata që u vranë janë të vdekur. Të gjitha ata që urdhëruan janë të vdekur. Drejtësia nuk mund të arrihet më për ta. Por diçka tjetër mund të arrihet, e vërteta. Dhe e vërteta ka një vlerë që shkon përtej drejtësisë. Sepse e vërteta na mëson. E vërteta na paralajmëron. E vërteta na tregon se çfarë ndodh kur një shtet përdor paratë e popullit për të vrarë bijtë më të mirë të atij populli. E vërteta na tregon se çfarë ndodh kur pushteti nuk kontrollohet, kur nuk pyetet, kur nuk detyrohet të japë llogari. E vërteta na tregon se çfarë ndodh kur ne heshtim, kur pranojmë, kur themi kështu janë gjërat. Dhe nëse ne mësojmë nga kjo e vërtetë, mund ta përdorim atë për të ndërtuar një shoqëri tjetër. Një shoqëri ku pushteti kontrollohet, ku paratë justifikohen, ku njerëzit që flasin mbrohen. Atëherë vdekja e Luigjë Gurakuçit nuk do të ketë qenë e kollë. Atëherë gjaku i tij do të ketë mbjellë një far që një ditë do të japë fryte. Sot, pothuajse një shekull pas asaj dite kur Luigjë Gurakuçi ra në kaldrëmin e barit, familja e tij jeton ende në Shqipëri. Ata janë njerëz të thjeshtë, që punojnë, që paguajnë taksat, që përpiqen të jetojnë me dinjitet.
por ata mbajnë një barë që asnjë familje nuk duhet ta mbajë, barën e një vrasje që nuk u hetua kurrë plotësisht, barën e një të vërtetë që nuk u zbulua kurrë plotësisht, barën e një drejtësie që nuk u dha kurrë. Dhe çdo vit në datën 2 mars, ata shkojnë në varrin e tij, vendosin lule dhe qëndrojnë në heshtje. Ata nuk flasin. Ata nuk qahen me zë të lartë. Ata thjesht qëndrojnë aty, duke mbajtur peshën e historisë që trashëguan. Dhe kur largohen, ata e dinë se pyetja që Gurakuqi la në letrën e tij të fundit ende nuk ka përgjigje. A do të harrohet vdekja ime? A do të pyes dikush pse ndodhi? Ndërsa familja e Gurakuqit mban kujtimin e tij, familja e Baltion Stambollës jeton në një fshat të largët, ku askush nuk flet për të kaluarën. Fëmijët e Stambollës u rritën duke mbajtur peshën e mëkatit të babait të tyre. Ata nuk flasin kurrë për të. Ata nuk shkojnë në varrin e tij. Ata jetojnë si hije, duke përpiqur të harrojnë se kush ishin, se çfarë bëri babai i tyre, se çfarë çmimi pagoi ai për paratë që mori nga shteti. Dhe kur dikush i pyet për historinë e familjes, ata thjesht tunden me kokë dhe thonë, nuk dim asgjë. Nuk duam të dim asgjë. Kjo është trashëgimia e gjakut të shitur, jo vetëm vdekja e atij që vret, por edhe vdekja e shpirtit të atyre që trashëgojnë atë vrasje. Dhe çfarë ndodhi me ata që përfituan nga vdekja e Gurakuqit? Çfarë ndodhi me ata që morën paratë, që organizuan operacionin, që heshtën kur duhej të flisnin? Disa prej tyre u bën të pasur. Disa u bën të fuqishëm. Disa jetuan jetë të gjata, të rehatshme, pa u ndëshkuar kurrë. Por asnjë prej tyre nuk jetoi në paqe. Sepse paratë e gjakut nuk sjellin paqe. Ato sjellin vetëm frikë. Frikë se një ditë dikush do të zbulojë. Frikë se një ditë dikush do të flasë. Frikë se një ditë e vërteta do të dalë në shesh dhe do t'i shkatërrojë ata dhe gjithçka që ndërtuan. Dhe kjo frikë i hëngri nga brenda, i bëri të jetonin si të burgosur në shtëpitë e tyre të mëdha, i bëri të mos besonin askënd, as fëmijët e tyre, as gratë e tyre, as veten e tyre. Kjo është çmimi i vërtet i tradhtisë, jo ndëshkimi nga të tjerët, por ndëshkimi nga vetja. Dhe çfarë ndodhi me Shqipërinë? Çfarë ndodhi me vendin që Luiq Gurakuqi kishte dashur aq shumë sa kishte refuzuar të pasurohej nga shërbimi ndaj tij? Vendi që ai kishte ëndërruar, një Shqipëri e lirë, e drejtë, e ndershme, nuk u ndërtua kurrë. Në vend të saj, erdhi një regjim pas tjetrit, secili duke premtuar ndryshim, secili duke përdorur të njëjtat metoda, fondet sekrete, agjentët e fshehtë, heshtja e detyruar, vrasjet politike. Emrat ndryshuan. Ideologjitë ndryshuan. Por logjika mbeti e njëjtë, pushteti mbahet me frikë dhe frika mbahet me gjak. Dhe gjaku paguhet me paratë e atyre që nuk kanë asnjë pushtet, që thjesht jetojnë, punojnë, paguajnë taksa dhe shpresojnë se një ditë fëmijët e tyre do të jetojnë në një vend më të mirë. Por a ka shpresë? A mund të ndryshojë diçka? A mund të ndërtohet një Shqipëri ku paratë e shtetit nuk përdoren për të vrarë, por për të ndërtuar? Ku pushteti kontrollohet, ku drejtësia jepet, ku e vërteta zbulohet? Përgjigja varet nga ne. Varet nga ajo që zgjedhim të bëjmë me historinë që trashëguam. Nëse zgjedhim ta harrojmë, nëse zgjedhim të heshtim, nëse zgjedhim të pranojmë se kështu janë gjërat, atëherë historia do të përsëritet. Fondet sekrete do të vazhdojnë të ekzistojnë. Vrasjet politike do të vazhdojnë të ndodhin. Heshtja do të vazhdojë të jetë ligj. Por nëse zgjedhim të mësojmë, nëse zgjedhim të flasim, nëse zgjedhim të kërkojmë llogari, atëherë ndoshta, vetëm ndoshta, ne mund të ndërtojmë atë Shqipëri që Luiq Gurakuqi ëndërroi. Atë Shqipëri ku njeriu që shërben popullin nuk pasurohet, por respektohet. Ku pushteti nuk është privilegj, por përgjegjësi. Ku paratë e taksapaguesve nuk përdoren për të vrarë, por për të dhënë jetë. Por pyetja më e madhe mbetet, kush qëndron vërtet pas gjithë kësaj historie? Kush ishte arkitekti i vërtet i asaj makine vdekjeje? Ishte Cenobej Kryeziu, njeriu që e ndërtoi atë? Ishte Ahmet Zogu, njeriu që e lejoi atë? Ishte sistemi që e bëri atë të mundur? Apo ishim ne, populli, që heshtëm kur duhej të flisnin, që pranuam kur duhej të refuzonim, që paguam taksat tona pa pyetur ku shkojnë ato para? Përgjigja është e dhimbshme, por e nevojshme, të gjithë jemi përgjegjës. Sepse një makineri vdekjeje nuk funksionon vetëm me ata që vrasin. Ajo funksionon edhe me ata që heshtën. Edhe me ata që kthejnë kokën nga ana tjetër. Edhe me ata që thonë nuk është puna ime. Sepse heshtja nuk është neutralitet.
Heshtja është bashkëpunim. Dhe bashkëpunimi me të keqen është vetë e keqja. Dhe kështu, ndërsa mbyllim këtë histori, ne nuk mbyllim me përgjigje, por me pyetje. Pyetje që secili prej nesh duhet t'ja bëj vetes. Pyetje si, nëse unë do të isha atje në atë kohë, a do të kisha guximin të flisja? A do të kisha forcën të refuzoja? A do të kisha ndershmërinë të mos pranoja paratë e gjakut? Dhe më e rëndësishmja, nëse unë jam këtu, sot, në këtë kohë, a kam guximin të flas? A kam forcën të refuzoj? A kam ndershmërinë të kërkoj llogari? Sepse historia nuk është vetëm e kaluara. Historia është edhe e tashmja. Dhe e tashmja është ajo që ne po ndërtojmë me zgjedhjet tona të çdo dite. Me heshtjen ton ose me zërin ton. Me pranimin ton ose me refuzimin ton. Me bashkëpunimin ton ose me rezistencën ton. Dhe ndërsa qëndrojmë këtu, pothuajse një shekull pas asaj dite kur paratë një fshatari nga mati u kthyen në plumbin që vrau Luiz Burakuçin, ne duhet të pyesim veten, ku po shkojnë paratë tona sot? Kush po përfiton nga taksat që ne paguajmë? Çfarë po financojmë ne, pa e ditur, me kontributin ton në arkën e shtetit? Dhe nëse zbulojmë se po financojmë korrupsionin, se po financojmë heshtjen, se po financojmë padrejtësinë, a kemi guximin të ndalojmë? A kemi guximin të themi jo? A kemi guximin të kërkojmë që paratë tona të përdoren për të ndërtuar, jo për të shkatëruar? Kjo është pyetja që Luiz Burakuçi na la. Kjo është trashëgimia e tij e vërtetë. Jo vdekja e tij, por pyetja që vdekja e tij ngre. Dhe nëse ne nuk i përgjigjemi asaj pyetjeje, nëse ne vazhdojmë të heshtim, atëherë vdekja e tij do të ketë qenë e kollë. Por nëse ne i përgjigjemi, nëse ne zgjedhim të flasim, të kërkojmë, të ndërtojmë, atëherë gjaku i tij do të ketë mbjellë një farë që një ditë do të japë fryte. Dhe ajo farë është shpresa. Shpresa se një ditë Shqipëria do të jetë vendi që ai ëndërroi. Vendi ku paratë e shtetit nuk vrasin, por japin jetë.